të përbashkimeve cilat kanë ndodhur, një rritje nështë 1-2 deputet ma shumë me i marrë në kuvend. Unë kisha pas qef me pa edhe PSD në kuvend. Edhe unë po ashtu shahanu, sepse menoj që kishte me pas dinamik të mirë, kishte me dinamizu debatin parlamentar, po ajo është dëshira jamja. Ajo çka nuk e di, është LDK-ja. Sa do të hyp LDK-ja, se sa ma shumë vota që merr LDK-ja, aq ma pak merr vetëvendosja. Kjo është. Ai votues i ndron. Kështu që këtu nuk me vetëvendosja është e para. Me? Jo, s'ka me. Me shkurta, me dhjetor? Jo, ai si që... Ku është afër? është partia e parë. Partia e parë mund të jetë me 2% për para, mund të jetë me 20% për para. Jo, nuk më me tonë. Dhe mund të përshirë që t'ja të përdojë sportive s'pas ke daljen, unë më që dalja ka me qenë shumë e ngjajshme me dhjetor. Po, qashtë. Edhe me daljet dhjetorit nuk ka ndryshime radikale. Ka ndryshime të votus. Se nuk është ai votuesi masiv i diasporës. Do me thonë, nëse LDK me Vjosa me Lumirin i marrin 20%, vetëvendosja është te 40%. Nëse. Sa ma poshtë 20% që është LDK-ja, aq ma afër 50% është lëvizja vetëvendosja. Po dojtë, palona. Okej, i përfshim pak edhe pyetjet e shikuesve. Sa ka mbetur edhe 8 minuta, kështu që telegrafikisht përpiquni. Për shembull, Bujar Leta i pyet,